të hen si një person 23 vjeçar me një treg ku konkurenca është shumë e madhe. Para një muaji është hap pika në Gjermani. Këtë vit e kemi në agjendë dhe jemi të punu për mi hap pikat edhe në vende tjera të botës. Lokali ka qenë 37 metra katror. Faciali ka fillu si rrugtim shumë rasisht. Ka fillu për një student e fakultet mjekësisë, kam qenë vitin e 6, pak para diplomimit, kur kam fillu rastësisht me lezu se çajën fillerat dhe botoksi. Kam qenë me një kurs 2 ditor, pa e ditë as fushën e estetikës. Unë kam hi në mjekësi për me marrë specializim në ginekologjinë, edhe krejt rastësisht jam gjendë me një fushë për cilën kam pas 0 njohuri. Prej ati trajnimi 2 ditor, kam fillu me u interesu pak ma shumë se çajën fillera, që është kjo pjesa e estetikës. Edhe më kujtohet se gjatë atyne ditëve pa ta dalë me këshyr një lokal për me pas qendrën teme të parë. Lokalin, krejt persona që më kanë intervistu kanë hezitu me ma japë. Për arsye se ju kom dok shumë e re dhe ju kom dok person që nuk ka me mujt me nënshkru një kontrat për fillimin e një biznesit. Rruga e me vetë me ka pa qenë për shkak të financave, se si student e fakultetit mjekësisë nuk mundesh me mbulu me hap një biznes. Pa të apliku në Ministrinë e Inovacionit edhe faciali është program startup. Pas aplikimit në Ministrinë e Inovacionit, na u ka nda një pjesë të ardhunave edhe e kemi gjetë një lokal që deri para 2 viteve ka qenë stacioni vetëm i facialit. Lokali ka qenë 37 metra katror, edhe çdo fillim nuk ka qenë i lehtë. Mas pari se do më thonë të hen si një person 23 vjeçar me një treg ku konkurenca është shumë e madhe. Mas një tjetra pjesë është që të hen me një treg që është plotësisht i panjohur. Më kujtohet që në fillimet e mia të para nuk kom ditë as ku mi ble produktet, ka qenë shumë pjesë e panjohur për mu. Pa ta shku me lyp në përbanatore produkte për me ja bo klientës tanë të parë boost. Edhe më kujtohet që në përbanatore më thëshin nashta ke orë ka bëjmë i lyp produktet. Faktikisht në qendrën 37 metra katror kanë ardhur edhe krejt fytyrat publike. Edhe kjo është, do më thonë, mesazhi që unë çdo ditë e përcjell në facialet e klientat e shoqënia jam, që nuk duhet me qenë një vend shumë luksos për me ofru një shërbim cilësor. Edhe në treg edhe të persona që më njohin, unë çdo ditë e përcjell këtë mesazh, duhet me qenë shërbimi kualitativ, jo vendi shumë luksos. Duhet me qenë me pas bashkëndjesi me personat që të realizojnë ndërhyrje, edhe si doktor, edhe si profesionist i çfarë do fushë caktuar. Është ajo empatia dhe ai kontakti që krijohet mes doktorit edhe personit që vjen mi realizu ndërhyrjet. Nuk ka të bëjë me vendin, mirë po, prej një vendi 37 metra katror, tash faciali, para 2 vitesh e ka hap pikën tjetër, do më thonë, ku jemi zhvendos me lokacion, ndërsa tash para një muaji është hap pika në Gjermani. Këtë vit e kemi në agjendë dhe jemi të punu për mi hap pikat edhe në vende tjera të botës. Edhe këto ka me u hap facial advance, ku ka me qenë ndërhyrjet e tjera si mbjellja flokëve, implantologjia, me implantet material në treg, edhe besoj që kjo hap diku në fillim të qershorit. Këtu në facial ofruan shërbime estetike, është pjesa, do më thonë, e tretmaneve të fytyrës, edhe është pjesa fillerave, që gjitha, do më thonë, shumica 80% të shërbimeve administrohen vetëm nga unë. Ndërsa një 20% tjetër është edhe stafi i cili më ndihmon, edhe janë persona që faciali është krejt i familjarizuar me veti dhe janë persona të cilët e bojnë të pamundun që faciali me qenë këto.
Në Gjermani janë prapë shërbime estetike, mirë po është estetike avancume dhe atje është pjesa fillerave, pjesa tretmaneve antirudh, edhe kami edhe stomatologjia dhe pjesa e transplanteve të flokëve. Edhe këtu do me thonë facial advance, lokacionin i ri, është edhe ishtohet edhe pjesa e stomatologjisë, edhe estetikës të avancume që i përfshin mbjelljen e flokëve dhe ndërhyrje kirurgjikale minimal invazive. Në Gjermani e kemi zgjedhë një trekënd, që është në Freiburg, e përfshin edhe pjesën do me thonë Zvicrës dhe pjesën e Francës. Është shumë më afër edhe prej Zyriut edhe prej Bazelit, edhe është shumë më afër edhe prej një pjesë të Francës. Gjithashtu edhe si vend, si lokacion, a ka pëlqyer shumë, Freiburg është vend universitar. Edhe gjithmonë kom dashur që faciali me uqel, edhe nëse hapet në për pika, me uqel në pika ku për një me i atribuojnë emnit facialit. Është emën që kemi kriju kadal edhe shumë shpesh edhe kur flas me personat e mi, shoqninë afërt ose familjarët ju tregoj që facialin e kom rrit, do me thonë faciali ka lind në vitin 2018 dhe është rrit kadale. Edhe tash në shtatorin mbush 7 vjet. Edhe menoj që kam pas ma shumë mund edhe ma shumë sakrifisa se sa merit një foshnjit posa lindun, se kom kalu 24 orë gati të mirë me facial, ka pas shumë dit të javës që 24 orë kom qenë në facial, tu e këshyrë se qa po bo, tu e këshyrë gjitha elementet që me pru facialin këtu, edhe menoj që është një pjesë e jamja që nashta ma mirë kom qef me u ataku në direkt se sa me u ataku faciali, që është lidhje emocionale kem. Qendrat dallan profesionisti, na që jem unë jam specializante në kirurgji plastike dhe pak vite jam kirurge plastike. Edhe menoj që te pjesa e ndërhyrjeve dhe pjesa e kryerjes së ndërhyrjeve edhe kur ti vendos se sa mi injektu një personit, është shumë e rëndësishme që personi që injekton me qenë profesionist. Do me thonë është një dallim shumë i madh mes një personi që kryen një fakultet mjekësisë 7 vjet dhe kryen një specializim 5 vjet dhe një personit i cili do me thonë është në fushën e estetikës vetëm me tretmane saktume. Unë e kam kategorinë e personave që nuk dojnë me u dok shumë, edhe në fakt është shumë e rëndësishme që personat me pas të dishme se nëse një ndërhyrje shihet, nuk është ndërhyrje realizume mirë. Do me thonë ndërhyrje që janë filleri mirë nuk është fillar që vrehet. Dora e një profesionistit mirë nuk është dorë që vrehet, se shkakton dismorfi në tiparet e ftyrës. Do me thonë është shumë e rëndësishme që një person profesionist mos me shkaktu dismorfi në ftyrën e personave. Dismorfia është një shqegullim i anatomisë së ftyrës, i kemi pa këto ftyrat e stërmbushuna që janë ku injektohet, pa krahasimisht do me thonë fillar, pa e ditë se do me thonë filleri injektum në masa të mëdha ose në sasi të lartë, shkakton dismorfi të ftyrës, shkakton i mbyll mikroqarkullimet e ftyrës edhe personat të cilët kanë fillar të injektuar shumë ftyrën e tyre, janë personat të cilët duken pa krahasimisht ma të plakun se personave të cilët ju ka injektu sasi e duhur e fillerit. Kjo pjesa e personave që kanë vizitu facialin ndihet, do me thonë janë persona prej personave të cilët kanë shumë respekt për ta, që i përkasin shoqërisë tem, që i përkasin pjesës rrjetit të ngushtë tem familjare, deri te persona që po them që kishin mujt me shku edhe në venet e tjera me kry ndërhyrje dhe me u kthy në Kosovë. Po fokusi jem ka qenë që kur kom fillu facialin në moshën 23 vjeçare, fokusi jem ka qenë që persona mos me dalë me kry ndërhyrje jashtë venit. Si 23 vjeçare kom thonë që nëse unë e zhvilloj që fushën e estetikës, kom e zhvillu turizmin shëndetësor dhe me që fushën që e bëj dhe kom e pru persona të tjerë në vendin Kosovës që me kry ndërhyrjet, na kena doktora të jashtëzakonshëm
kemi talenta të jashtëzakonshëm në fushën e estetikës. Kështu që esenca edhe rrugtimi tem ka qenë që Kosovën me mnu në njënën prej pikave ku ka me u zhvillu turizëm shëndetësor i mirëfillt nga profesionist. Faciali është një vend cilin e vizitojnë prej Zvicrës, prej Gjermanisë, prej Francës. Është njëna prej pikave ku përveç domethënë shqiptarëve tonë mërgatës edhe diasporës që na sado që ja i vendosim në shkallën e tyre që duhet, na pa qytetarë nuk mujna me jetu dhe ata e dinë që turizmi shëndetësor dhe çfarëdo turizmi tjetër Kosovë varet decisivisht domethënë prej pranisë tyre në vend. Përveç këtynëv, kam edhe klienta të tjerë që i shohin këta edhe që i përkasin nacionaliteteve të ndryshme ose që kanë një për facialin për rrjeteve sociale dhe që unë çdo ditë befasona se kam me 10 klienta që janë klienta internacional edhe që vinë veç për me bo një ndërhyrje me bo një ndërhyrje çfarëdo qoftë edhe me u kthy në vendin e tynëv. Kështu që në fund të ditës mas ton atynëv klientave se faciali është mbi populluar çdo ditë me klienta. Unë në fund të ditës jam të realizu qëllimin që kom ha facialin, domethënë me pru estetik. Rrugtimi jam ka mësu shumë, po më e rëndësishme që më ka mësu është që mos me ndalë asnjëherë. Normal me rrugtu si gru me një fush kaq gjanë edhe kaq të populluar që është fusha estetikës të avancume nuk është shumë e lehtë. Mirë po, nëse një person synon, don, edhe ka qëllimin e qartë se ku do më arrit, duhet më arrit. A është e lehtë? Nuk është e lehtë. A ka me pas shumë zbatisa gjatë rrugës? Ka me pas zbatisa dhe zbatisa gjatë rrugës. Mirë po, si rrugtim, kur ti e sheh në fund të ditës që e ke realizu që ato që e ke dash, mendoj që nuk ka asnjë ndjesi që e mposht triumfin e gjithçka që ti don më arrit.